spektakël i madh, po a është ende Odiseja e Homerit? Filmi The Odyssey, Christopher Nolanit, ka rikthyer interesin për poemën e Homerit duke rritur ndjeshëm shitjen e përkthimeve dhe përshtatjeve të saj. Përkthimi i Emily Wilson botuar në vitin 2017 u ngjit në mes 5 librave më të shitur në Amazon, ndërsa vetë Nolan ka përmendur vargun e saj hapës, më trego për një burr të ndërlikuar si burim frymëzimi. Megjithatë, Wilson mbeti e pakënaqur nga filmi pavarësisht suksesit për $260 milion në fundjavën e premierës. Sipas saj, Nolan është përpjekur të përfshijë shumë elemente aktuale, por ka nashkaluar temat thelbësore të poemës. Ai kritikoi mungesën e Zeusit dhe Poseidonit, reduktimin e rolit të Penelopës dhe sentimentalizmin modern të disa skena, veçanërisht atyre me qenin Argos. Kritikat ngjashme shprehu dhe përkthyesi Daniel Mendelsohn. Ai vlerësoi madhështinë pamore të filmit, po e cilësoi Odisein interpretuar nga Matt Damon si një hero pa humor, zgjuarsi dhe dinakëri. Sipas tij, Nolan e ka shënduar heroin homerik në një tjetër protagonist të munduar nga e kaluara e ngjashëm me personazhet e momente Batman dhe Oppenheimer. Edhe shkrimtari Gerard Hintz mendon se mashtruesi dinak dhe gojtari i shkatët është kthyer në një njerëz të zakonshëm, megjithatë ai e konsideron filmin të fuqishëm. Pavarësisht rezervave, Wilson rekomandon që filmi të shihet në kinema, sidomos në ekran të madh, duke pranuar se përvoja kinematografike mbetet mbretërelënse. Dhe muzika shqiptare, skenave të ndryshme të fyejve të culës dyare, ka mbushur më së miri atmosferën muzikore të filmit, dëshmi jo vetëm e punës së kompozitorit dhe artistëve shqiptar, interpretuesve të tij, por dhe të akademikut Vaso Tole, emrit të cilit është shënuar si konsulent në Titra.